Po sikur t'ju them se çdo vështirësi që përpiqemi me ngulm ta shmangim, është në të vërtetë bileta jon drejt forcës dhe lumturisë së vërtet. E di tingëllon krejtësisht e pakuptimta, apo jo? E po, pikërisht kjo ide tronditse e filozofit stoik Seneca është ajo që do të zbërthejmë sot. Leti futemi me një herë thelbit. Seneca nuk humbet kohë dhe na godet me këtë pyetje paradoksale. Një pyetje që të detyron të ndalosh dhe të mendosh. A thua se një jetë pa asnjë sfidë, pa asnjë problem, është vërtet bekimi që gjithmonë kemi menduar se është? Dhe kjo na çon drejt te ideja e parë kryesore të tij. Përgatituni, sepse sipas Senekës, vështirësia nuk është një mallkim. Përkundrazi, ajo është një dhuratë, një test i nevojshëm për karakterin dhe rruga e vetme drejt forcës së vërtetë. Për ta kuptuar më mirë, Seneca na jep një shembull fantastik nga lojrat olimpike. Imagjinoni pak një atlet që shpallet kampion pa pasur asnjë kundërshtar në garë. Po, ai e merr kurorën e vendos në kokë, por a ka fituar ai vërtet diçka? Pa betejë, fitoria është bosh. E po, kështu është edhe jeta. Një jetë pa prova është një jetë pa kuptim. Dhe pikërisht përballja me betejat është ajo që na kalit. Shihni këtë krahasim të fuqishëm që bën Seneca. Në njërin anë kemi rekrutin e ri, të papërvojë, që vetëm mendimi një plagë e bën të zbehet nga frika. Në anën tjetër kemi veteranin e kalitur. Ai e sheh plagën e tij me një qetësi absolute. Pse këtë diferencë? Sepse veterani e di se ka fituar beteja edhe pasi ka derdhur gjak. Përvoja e dhimbjes krijon qëndrueshmëri. Dhe këtu bëhet akoma më interesante. Për Senekën, vështirësitë nuk janë rastësore, ato janë një formë e dashurisë hynore. Ai e quante dashuri burore. Ideja është se një forcë më e lartë, providenca apo fati, nuk na ndëshkon me sfida. Përkundrazi, na i dërgon si një trajner i rrept që na do, me një qëllim të vetëm, që ne të mbledhim forcë të vërtetë. Dhe cili është rezultati final i kësaj stërvitje të pamëshirshme? Krijimi i një shpirti të pathyeshëm. Ky është thelbi i filozofisë stoike. Qëllimi nuk është të mos rrëzohesh kurrë, kjo është e pamundur. Qëllimi është të bëhesh aq i fortë saqë, siç thot vetë Seneca, edhe nëse rrëzohet, ai ende lufton në gjunjë. Kjo është qëndrueshmëria supreme. Pra, ja ku përmblidhet gjithçka. Fuqia jone vërtet nuk qëndron tek kontrolli i asaj që na ndodh. Kjo shpesh është jashtë mundësive tona. Fuqia jone vërtet qëndron tek kontrolli i përgjigjes son. Siç thot Seneca, ne duhet të marrim me të mirë gjithçka që ndodh dhe ta kthejmë në të mirë. Zgjidhja në fund të ditës është gjithmonë në dorën tonë. Mirë pra, e kuptuam, vështirësitë na forcojnë, por po e kundërta, po një jetë e mbushur me reati pa fund dhe luks të tepruar. E po, për Senekën, kjo nuk është as pak një bekim, është një rrezik i fshehur, një helm. Ai madje kishte një emër për këtë, prosperiteti dobësues. Dhe dëgjojeni pak sa fuqishëm e përshkruan, një gjendje që i bën mendjet tona të buta, të lagështa dhe na lë komatoz si në një dehje të pafund. Ideja është e thjeshtë, rehatia e vazhdueshme na dobëson, na bën përtac dhe na shkëput nga realiteti. Dhe si ndodh kjo saktësisht? Seneca na jep një tjetër metaforë gjeniale. Imagjinoni një njeri që e ka kaluar gjithë jetën i mbrojtur nga çdo erë e ftohtë, pas dritaresh të trasha xhami. Dhe çfarë ndodh ditën që ai del jashtë? Edhe flladhi më i lehtë bëhet një rrezik për të, kuptimi? Mungesa e ekspozimit ndaj problemeve të vogla na bën plotësisht të paaftë për të përballuar çdo presion të vërtet. Bëhemi të brisht, mendorisht dhe fizikisht. Dhe dëmi, sipas Senekës, është shumë konkret. Së pari, ai thot se pasuria e tepërt ndikon në tru. Së dyti, na mbush mendjen me fantazi të zbrasta, dhe ndoshta më e rrezikshme nga të gjitha, na mjegullon dallimin mes të vërtetës dhe gënjeshtrës. Praktikisht, na mbyll në një fluskë iluzionesh. Kështu, Seneca na vë përballë një zgjedhje goxha shokuese. Çfarë është më mirë? Të durosh vështirësi të vazhdueshme, por të ndërtosh një karakter të fortë, apo të plasësh, siç thot ai, nga pasuria dhe rehatia e tepërt. Për të, përgjigjja ishte e qartë. Forca morale vlen shumë më tepër se çdo pasuri materiale. Okej, pra, nëse fati i jashtëm është kaq i paqëndrueshëm, ku është zgjidhja?
Ku mund ta gjejmë sigurinë e vërtet? Seneca thot, përgjigja nuk është jashtë, por brenda nesh, tek ndërtimi i asaj që mund ta quajmë një kala e brendshme e papushtueshme. Dhe për ta ilustruar këtë, nuk ka shembull më të fuqishëm se historia e filozofit Stilbo. Imagjinoni pak skenën. Qyteti i tij sapo është pushtuar dhe shkatruar. Ai ka humbur gjithçka që mund të matesh nga jashtë, shtëpinë, pasurinë, madje edhe familjen e tij. Dhe aty, mes rrënojave të jetës së tij, i afrohet vetë pushtuesi, Demetri. Me një ton ndoshta tallës, e pyet: "A ke humbur gjë?" Përgjigja e Stilbos e thjesht, e qetë dhe absolutisht shkatërruese për Demetrin. Unë i kam me vete të gjitha sendet e mia me vlerë. Në atë moment, ishte Stilbo ai që fitoi, jo pushtuesi i tij. Po çfarë ishin këto sende me vlerë? Sigurisht, jo ara po prona. Pasuria e tij e vërtet ishte karakteri i tij, virtytet, mençuria, drejtësia, dhe mbi të gjitha kuptimi i thellë se asgjë që mund të merret me forcë nuk ka vlerë të vërtet. Këto ishin gjëra që askush, asnjë ushtri, nuk mund t'ja prekte. Mirë, kjo tingëllon bukur në teori, por si arrihet praktikisht kjo gjendje? Këtu Seneca na jep një udhëzues të thjeshtë, dhe gjithçka nis me të kuptuarit e dëshirave tona. Së pari, Seneca na kujton një thënie të mençur. Nuk është i lumtur ai që nuk e mendon veten të tillë. Me fjalë të tjera, lumturia nuk është diçka që e ke, por diçka që e vendos të jesh. Është një gjykim i brendshëm. Fundja, ç'vlerë ka të kesh diçka nëse prap ndihesh bosh. Te këtu kemi dy rrugë për të zgjedhur. Rruga e parë, ti jetosh sipas natyrës. Kjo do të thotë të kënaqesh me nevojat themelore. Dëshirat janë të thjeshta dhe lehtësisht të arritshme. Në këtë rrugë nuk je kurrë i varfër. Rruga e dytë, ti jetosh sipas opinionit të tjerëve. Këtu dëshirat janë të pafundme, gjithmonë do më shumë. Në këtë rrugë nuk je kurrë i pasur, sepse gjithmonë do të mungojë diçka. Pra, përfundimi i gjithë kësaj filozofie është elegant dhe i fuqishëm. Pasuria më e madhe nuk është ajo që ke në bank, por ajo që je si njeri. Dhe lumturia më e vërtet nuk është ajo që blen, por kënaqësia që ndjen brenda vetes. Këto janë të vetmet gjëra që askush nuk mund të t'i marrë. Dhe kështu, kjo analizë mbyllet me një pyetje për të menduar. Çfarë nëse ajo sfida më e madhe në jetën e dikujt, ajo pengesa që duket e pakapërcyeshme, është në fakt mundësia më e madhe? Sipas Senecës, mund të jetë pikërisht ajo gjëja që do ta shndrojë atë person në versionin më të fortë, më të patyeshëm të vetes.